Veza e ësëll të shpëtoni jetën, ja si ta konsumoni për të trajtuar këto 5 probleme. Veza përmban të gjithë përbërësit e nevojshëm për një dietë të ekuilibruar. Një vezë përmban 71 kalori, 13 vitamina dhe minerale esenciale, proteina të cilësisë së lartë, yndyrna të pangopura omega-3 esenciale edhe gjithashtu edhe antioksidant, lutein dhe zeakanthin. Gjithashtu, veza është fajsuar vazhdimisht për kontributin e saj në rritjen e kolesterolit, megjithatë të dhënat e fundit shkencore tregojnë të kundërtën. Veza cilësohet si një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese dhe si një super ushqim i vlefshëm në dobi të organizmit në betejën kundër këtyre problemeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përveç kësaj, shkencëtarët e kanë klasifikuar atë në kategorinë e ushqimeve me densitet më të lartë ushqyes, pasi është e pasur kryesisht me vitamina, minerale, gjithashtu edhe me përbërës të tjerë me veti të dobishme në mbrojtjen e organizmit. Kohët e fundit, një studim ka zbuluar se veza do të ofrojë përfitime të mira për shëndetin kardiovaskular duke reduktuar kështu edhe rrezikun e goditjeve në trup. Studiuesit nga Instituti Epicstat në Michigan analizuan 7 studime të mëparshme mbi rolin e vezës në shëndetin kardiovaskular dhe arritën në përfundim se veza nuk ndikon negativisht në shëndetin e zemrës dhe sëmundjeve të saj, sidomos edhe ato kardiovaskulare. Në fakt, konsumi i përditshëm i një veze të zgjerë mund të jetë i lidhur me një rrezik më të ulët të goditjeve në zemër dhe goditjeve në tru, duke cilësuar vezën si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e përgjithshëm, kryesisht edhe për të nisur mëngjesin. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira të konsumit të vezës është përgatitja e saj në formën e zgjerë, të cilat do t'i japin shumë vlera organizmit dhe do ta rendisin atë në një prej produkteve më të rëndësishme të dietës së përgjithshme. Por cilat janë vlerat e vezës së zgjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet vazhdimisht në këtë formë? Njihuni me përfitimet kryesore të vezës së zgjerë, ndikimin e saj në shëndet. Veza përmban 210 mg kolesterol. Zgjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë shumë të mira për shëndetin dhe ngrënia e vezëve për mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore mund t'ju ndihmojë të humbisni kilogramët e tepërt. Vezët do të ofrojnë yndyrna cilësore për rigjenerimin e organizmit. Vezët e zgjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zgjera do të ofrojnë proteina cilësore në mbrojtjen e organizmit tuaj. Vezët e zgjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi juaj ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteinat ndihmojnë gjithashtu edhe në organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj nëse doni të përfitoni në maksimum prej tyre, këshillohet të konsumoni vezët e zgjera. Vezët e zgjera do të ofrojnë përfitime të mira të proteinave cilësore. Vezët e zgjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për këtë proteinë në funksionin e shëndetit të përgjithshëm. Vezët e zgjera janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose dhe verbëria. Nëse doni kocka të forta, përfshiheni vezën e zgjerë me patjetër në dietën tuaj të rregullt shëndetësore. Vezët e zgjera janë të pasura kryesisht me vitaminën D, vitamina e cila është e rëndësishme gjithashtu edhe për kockat edhe për dhëmbët e fortë gjithashtu.
Vitamina D mundëson kockave përthithjen e duhur të kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Vezët e zjera mund të kombinohen fare lehtë me sallatat, me spinaqin, me patatën, me pulën ose edhe me peshkun, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme. Veza është padyshim një nga produktet më të larta me vlera ushqyese, e renditur nga ekspertët si një zgjedhje mjaft e mirë për rëndësinë e saj. E renditur në listën e 10 super ushqimeve më të rëndësishme që çdo mëngjes duhet të konsumoni. Sidomos veza e zjerë cilësohet sipas ekspertëve si zgjedhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të organizmit. A e keni pyetur ndonjëherë veten se cila është veza më e mirë dhe kur duhet të konsumoni atë në dobi të shëndetit tuaj? Ekspertët thonë se vezët e zjera janë në mënyra më e mirë për të marrë përfitimet e tyre dhe për të parandaluar kështu edhe komplikacione në shëndet. Ndaj, nëse doni të keni një organizëm më të fortë dhe të mbani larg komplikacionet, përfshini vezën e zjerë në dietën tuaj. Veza me omega 3 konsiderohet si veza që mbron edhe zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video, sipas Healthline, do të mësoni të mirat që i vinë organizmit tuaj nga konsumi të paktën 2 vezë të zjera çdo ditë. Vezët e zjera janë të mira pasi do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të elementit të kolinës për organizmin. Truri gjendet në mbrojtjen e kolinës nëse konsumoni vezë të zjera. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë edhe në rënje të kujtesës. Vezët e zjera gjithashtu janë në një mundësi e shkëlqyer e organizmit, pasi do të ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të syve. Vezët e pulave janë të pasura me lutein, kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e mprehtë. Me mungesën e saj, indet tuaja të syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D që gjendet te veza do të ndihmojë edhe në absorbimin më të mirë të kalciumit. Nëse i ofroni një personi që të zgjedh nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjathat janë të preferojë këtë të fundit, sidoqoftë nëse ata zbulojnë se përfitimet e vitaminës D janë të njëjta në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë treguar një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek vezët, duke i ushqyer pulat kështu edhe me ushqyes të veçantë që përmbajnë këtë vitaminë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar kështu kockat dhe dhëmbët tuaj në mënyrë më të shëndetshme. Vitamina B që gjendet te veza do të mbrojë shëndetin tuaj të lëkurës, flokun, gjithashtu edhe shëndetin e mëlçisë. Biotina, vitamina B5, B12, proteina dhe yndyrnat e tretshme ushqyese kontribojnë në forcimin e flokëve dhe të lëkurës. Elementët që përmbajnë vezët e pulës do të promovojnë kështu edhe eliminimin e toksinave nga mëlçia, citoi studimi. Vezët e pulave, sidomos në formën e tyre të zjerë, janë të mira edhe nëse doni të reduktoni peshën e tepër trupore. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse konsumoni një ushqim me pak kalori dhe vezë për mëngjes, humbisni 2 herë më shpejt peshën tuaj trupore. Një mëngjes i tillë ju ndihmon që të jeni të ngopur për më gjatë, duke lejuar trupin tuaj të ulë sasinë e tepër të yndyrnave që konsumoni brenda një dite të vetme. Do të ngadalësohet gjithashtu edhe procesi i plakjes. Kjo është më e dukshme nga ulluntimet e kryera nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën dhe lëkura e tyre u pastrua. Tek meshkujt, rrullat e syve u zbutën dukshëm. Vezët janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht formën e tyre të zjerë, pasi do të evitoni kështu edhe marrjen e yndyrnave të shtuara që shtohen nga vajrat e skuqjes. Është e rëndësishme që vezën ta konsumoni sa më të freskët në mënyrë që përfitimet e saj të jenë edhe më të larta. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.